shpreh të 250 vjetorit të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara, Ambasada Amerikane në Tiranë mblodhi personalitete nga fusha të ndryshme për të festuar vlerat e lirisë, demokracisë dhe partneritetit mes dy vendeve. E ngarkuara me punën si banor, vlerësoi rrugëtimin e Shqipërisë nga izolimi komunist drejt integrimit euroatlantik, duke cilësuar atë si një histori frymëzuese suksesi. For 250 years, America has been a beacon of hope. Për 250 vjet, Amerika ka qenë një fener shprese për njerëzit në mbar botën që dëshirojnë të marrin frymë të lirë. Shqiptarët e njohin mirë dëshirën për liri. Udhëtimi i kombit tuaj nga shtypja dhe izolimi drejt demokracisë dhe aleancës perëndimore është një nga historitë e mëdha të suksesit të kohës sonë. Lidhja jonë është sot më e fortë se kurrë më parë. Marrëdhëniet SBA-Shqipëri vlerësoi edhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu, e cila ishte e pranishme në ceremoni. Liria, demokracia dhe drejta për të kërkuar lumturi i përkasin çdo qenie njerëzore. Miqësia mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është një miqësi e shkruar vetëm në dokumenta. Ajo është e provuar në momentet më vendimtare të historisë tonë. Në ndërim të pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të pranishëm ishin edhe drejtues nga institucionet e drejtësisë, politikan nga Partia Socialiste dhe Demokratike, përfaqësues nga partitë e reja, drejtues të komuniteteve fetare, biznesmen, aktivistë dhe gazetar. Por në ceremoni munguan kryeministri Edi Rama, i cili ndodhej në Berlin, dhe lideri i PD-s Sali Berisha, pavarësisht se ka deklaruar se non grata e tij nga SBA është hequr.